Unë jam për ca drejta të cilat ore më fal, leca drejta po ty ka rënë shteti. Ka rënë shteti, më ça drejtash po. Justifikojnë mjetet me sa duket. Ty të ka rënë shteti. Tani ti e ke marrë vendimin. Dhe pasi ish marrë vendimi, ti thua, me qenë se kalon, më fal, me qenë se kaluan 30 ditë. Po zbardhë. Po cili vendim është zbardhur brenda 30 ditëve? Cili? Po thoni një. Ja kush avokati? Po thot një. Pse si jeton të tjerat? Që i ka dyshime të arsyeshme, me prova dhe me thas, me para dhe nuk janë hetuar. Pse? Gjithë dyshimet e arsyeshme që janë dhënë para që vendimi i gjykatës kushtetuese të jetë ndryshuar. Mos është qesharake kjo punë tani. Po xhire për provën. Ku e ke provën? Kemi pasur në dyshime. Ka pasur dyshim. Problemi është që kur pasi vendimi u dha, ore spagu mund të ketë pasur të drejtën absolute. Unë në një vendim kardinal. Në muaj vjetor kam qenë një minutë, kam qenë te një vendim kardinal unifikues. Dëgjom një minutë. Në muaj vjetor është unifikues. Një minutë. Nuk ka të bëjë vetëm me një rast saktuar. Po është unifikues më burse fish ma siguri ka qenë. Nuk ka shkuar çështja në siguri po, por me unifikuese. Me rregull për të gjitha masa sigurisë tjera që lidhen me skajën. O zotëri, nuk ka shkuar çështja në themel. Po ti ishte çështje themel. Pra dëgjoj pastaj mos i gënjejmë qytetarët, ja themi se. Po që u mor për shkak të. Tani, unë në muajin dhjetor kam qenë këtu te Çimi. Në muajin janar më kanë bërë pyetje mbi emisionin e Çimit. Çfarë ti thosha unë tani aty? Me këtë logjikë që thoj ti. Me qenë se ai ka dyshimin e arsyeshëm, se unë te Çimi kam thënë që kryetari i grupit është kryeministri, u morin hetim mua. Po atëre, si mendon ti që do vi emisioni tjetër? Nuk po më kupton. S'po më kupton ti. Unë po ta them, kush është problemi? Intimidimi i gjykatës dhe vënia e gjykatës nën presion pa motiv, se nuk ka motiv. Nuk ka motiv. Cili është motivi? Më thoj provën. Cila është prova që ti ke që ky personi, si mendon ti, si ishte vendimi që mori gjykata? Që ta kuptojmë bashkë. Si ishte vendimi? Si ishte vendimi që mori gjykata kushtetuese për rastin fjalë? Ore, unë nuk interpretoj se jam jurist, interpretoj vendimin. Unë shoh vendimi është 8-0. Vendimi është 8-0. Dhe vendimin e gjykon vetëm Strasburgu. Dhe me sa di unë, avokatët që janë marrë me këtë punë, njëri nga ata është një gjykat, një gjyqtar me shumë eksperiencë i gjykatës Kemetaranda, Gurali Brahimllari. Dhe me atë kanë folur përpara dhe ai ka thonë, ore, ne nuk shpresojmë të fitojmë, ne duam ta dikim se etapë që shkojmë në Strasburg, se kështu ka përfunduar. Tani ngrihet gjithë ngrihet kjo taktika këtu, Fortuna ngot, që mos janë këta dhe duan na rrëzojnë këta. Shiko, Fortuna ngot nga po kishte palë të interesuar për ta rrëzuar. Ja Fortuna ngot është tjetër gjë shtutje televizive, tjetër institucione të drejtësisë. Po lemo që institucionet të drejtësisë ti dole se ja paguar 100 milionë euro për vendimin për spagun. Ne kemi shprehur gjithën, por kjo që ka ndodhur kësaj në këtë rast është një rast sui generis për mendimin tim, sepse këto institucione të drejtësisë i thonë qytetarëve shqiptar sipas një vendimi i cili ka problematikën e vet, sepse rrodhi tu s'ka ndodhur ndonjëherë që të dalin e të rrjedhin dokumenta sekrete të spakut në media, po kjo është një çështje tjetër. Ne kemi këtë çështje. Si s'ka rrjedhur më, sa të duash. Të kësaj natyre jo. Po i rrjedhin ato që duan ata, jo ato që do ti. Problemi është vajza kush i rrjedh dhe kush është interesuar për rrjedhjen e kësaj informacioni. Po mua s'më intereson fakti, ne jemi gazetar, neve na intereson fakti. Sot faku ka marrë një vendim i cili thotë, sa dëgjon Sky ti hidhesh në ajër. Po dëgjoj pra se po ja fut kot. Dhe nuk po më se kisha mbaruar. Atëherë, ne ju ndodhëm para këtij fakti dhe u krya kjo fortunë e madhe që duan të rrëzojnë Sky. Ndërkohë qeveria. Jo, një sekond, kjo është po është më fortunë se doli në media, u paguan 100 milionë euro. Jo, nuk është fortunë. Ishte vërtet kjo. Ç'u bë? Nuk e dim. Po pse doli 8-0 vendimi? Ne si qytetarë këtij vendi si gazetari jemi të interesuar që pse doli 8-0? E para po doli 8-0, por përgjimi për cilin po flasim nuk ka ndodhur mbas para 8-0, ka ndodhur mbas 8-0 dhe për shkak të vonesës së zbardhjes së vendimit për një çështje e cili konsiderohet po ta dash me argumentin. Më thoj një vendim që zbardhur në kohë. Strukturës posaçme antikorrupsion. Më thoj një vendim që zbardhur në kohë. Më thoj një. Atëherë po them të mirë që si ka marrë akoma. Një organ i drejtësisë dhe jo studio televizive i thonë qytetarëve shqiptar që ne kemi dyshime të arsyeshme që një filan gjyqtar dhe jo gjithë trupa gjykuese. Ore Bleti më dëgjove mua, ai më bëri pyetje te emisioni Çimi që thonë që kryeministri me që desh ke Fortuna ngot është një njëjtë gjyqtar i cili dëgjoj Bleti, brenda 3 muaj është përfshirë në 2 skandale, po e quajmë kështu. Po lëmë skandal. Unë po ta them me mesazhe erotike që edhe ajo do duhet zbardhej sepse ndodhi dhe si ndodhi dhe pse rrodhi në media. E pe videon ti.
u publikua video. Pash se më sot unë. Po a pe video, a doli? Po s'po duhet. Po stoli pra. Problemi, po pikërisht. Po fal, po nuk të shqetëson të që një antar i gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë kërcënohet dhe intimidohet me video erotike. Kush është më rrezikshme? Kur një antar i gjykatës kushtetuese kërcënohet me mesazhe erotike apo kur e përgjon në institucionet e shtetit? Kush mendon që është më rrezikshme? Jo, unë mendoj kështu, dëgjoj, ta jap përgjigjen. Unë mendoj. Po të dy janë. Jo, një minutë. Po të dy janë, problemi është kush më rrezikshëm. Bledi, unë mendoj, nëse unë si gazetar, se një gjë në panel, dhe ti më merr mendje hetim, ose po korruptohet, ose po intimidohet për të marrë një vendim që mund të dëmtojë hetimet. Po s'ma le ta mbaroj, po çfarë? Sta leu po se vazhdon. Ora ti kujton se ne po sulmojmë spakun se kemi ndërgjë me spakun. Ore se çfarë mendoj për spakun, unë e kam thënë publikisht. Po them, ky rasti është përjashtim i shumë gjërave dhe ajo gjë që kam lexuar është shumë shqetësuese vëlla. Sepse kemi një të njëjtin antar i gjykatës kushtetuese që një herë na del me SMS erotike dhe një herë na del që ka mundësi të korruptohet. Për këtë kur do flasim, çfarë është ky gjykatë kushtetuese? Nuk shqetëson kjo gjë? Ore, më dëgjove çfarë thash? Jo, nuk të dëgjova, po s'po më thon përgjigje për temën. Sepse unë po të them që pushteti po intimidon gjykatën dhe ti si qytetar s'ke ku mbrojt. Po jo e para çfarë ishte? Një minutë. E dyta, unë po të them, erdha këtu në studio dhe thash një fakt dhe më morën direkt në hetim. O zotri, e ke idenë çfarë po them? Po si antar i gjykatës kushtetuese. Ore unë jam përgjim 24 orë, ose të jam përgjim. Dëgjoj. Unë sot jam në përgjim 24 orë. Jo se s'kam qenë më përpara, po jam 24 orë. Dhe kur përgjohet gjyqtari i gjykatës kushtetuese pa një motiv, nëse këta do të ishin një minutë. Nëse këta do të ishin interes për atë videon, bien dakord, është motiv s'është motiv. Kishin hetuar, kush e ka kërcënuar gjyqtarin e gjykatës kushtetuese? Por ti dele flet dhe thoj Irena me 3 emra. Po nëse spaku të përgjon, të bëj Irena aty me 3 emra. Ku të vjen Irena e shkret? Ai përgjon gjykatën kushtetuese, ai Irenën e gropos të gjallë. Me atë përgjim që bën ai dhe me atë fuqi që ke dhënë ti. Po pra, jo s'është e njëjta çështje. Po të them, pse ti sot nuk merr drejtësi? Pse ti s'merr drejtësi? Pse kryetari i opozitës nuk merr drejtësi? Pse ish presidenti s'merr drejtësi? Si kujtonte? Si kujtonte? Tentojmë të barazojmë gjërat. Jo, nuk barazojmë gjërat. Unë po them që ti ke një monster që sot nuk të jep drejtësi dhe me keqja. Kush nuk jep drejtësi? Gjykata kushtetuese jo vetëm që si jep drejtësi, jo vetëm që si jep drejtësi, po punon në favor të pushtetit dhe po i jep mandatin e katërt. Dhe ti se kupton të gjë. Ti thoj kanë kërcënuar me video erotike. Do të bëjmë punë e madhe. Po punë e madhe. Do të bëjmë gjyqtari i mbrojtur. Është i mbrojtur gjykata kushtetuese të marrë një vendim që përgjimet e Sky të jenë të ligjshme, për mua ka bërë gjën e duhur. Po si ishte kjo më çështja? Kjo është Shqipëria. Nuk ishte kjo çështja. Nuk është Shqipëria më. Po, nuk është kjo çështja më. Si ti kalim. Fal, a mund marr unë mendoj që me këtë përgjigje ata e kanë mbrojtur, sepse zoti Gendi Ibrahim mund të ketë qenë duke u bërë presion apo shantazh. Dhe një gjë që ai nuk e denoncon se nuk ka gubim. Ky përgjigje edhe mund ta nxjerrë apo jo? A mund ta nxjerrë? Këtë nxjerrë do shpal. Para nuk mund të nuk ka kompetencë. Këtë nxjerrë, këtë nxjerrë. Më fal. Po kompetenca nuk e të kaluar pra, është i ligjshëm përgjimi. Po këtë nxjerrë, më këtë nxjerrë. Është i ligjshëm. Po s'është i ligjshëm, mbaroj çdo gjë. Si mbaroj pra çdo gjë është i ligjshëm. Po është i ligjshëm. Është i ligjshëm. Jemi në rregull. Është i ligjshëm. Jo, jo, a jemi në rregull. Është i ligjshëm pra. Është i ligjshëm. Ore, do bëjmë vetëm të flasim për ligjshëm. Ja ku avokatin. Është i ligjshëm sa i Berisha trim balkon, sa është i ligjshëm. Asi jo. Kur do ti jo? Kush do ti jo? Jo, mora. Jo, unë gjykoj çështën rast pas rasti zotri. Po ja mos bëj çfarë. Jo, mora tani si ishte çfarë. Unë barazoj kriminalin në fund fare me lidhjen e opozitës, janë dy gjëra ndryshme. Ti po merresh, ti ke hallë thoj, meqense këtu Sky, zotri, di çfarë do me Sky ty? Po të dalin politikanët e Sky ty? Te kam thënë në emision, po morën pyetjen brapa. Për këtë. Pse nga e di ti thaj? Ku e di ti këtë? Në rregull?